Gjithashtu, marrëveshja është në përputhje me parashikimet e konventës për të drejtën e detit, marrëveshje e vitit 1982, në të cilën Shqipëria është palë. Duke bërë pjesë e marrëveshjes, Shqipëria do të kontribuojë për mbrojtjen e biodiversitetit ditar, do të promovojë peshkimin e qëndrueshëm dhe turizmin ekologjik. Palët do të udhëhiqen nga disa parime, unë do të theksoj vetëm 3 ato të para dhe kryesore. Kush do të paguan, është parimi më i rëndësishëm. Parimi i dytë është parimi i trashëgimisë dhe të tretin që do ta theksoj është liria e kërkimit shkencor detar. Institucionet dhe organet që ngarkohen për zbatimin e projekt ligjit, pavarësisht se është paraqitur nga Këshilli i Ministrave në komisionin tonë, ky projekt ligj është hartuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, ndërsa për zbatimin e këtij projekt ligji do të ngarkohet Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, si dhe institucionet që kanë në kompetencë fushat e përmendura në